Përshëndetje dhe mirë se vini në Mes Dritë. Ja ku takohemi dhe sot së bashku me energjinë më të mundshme për t'ju thënë pa qenje të premte të mbarë. Di mjaft mirë që dita e premte për çdo familje shqiptare është një festë e madhe për shkak se bëhemi gati për të shfrytzuar fundjavën tonë. Dhe tash Mosurian, një hall që unë dhe ti nuk e kuptojmë, por duhet jemi njësh me publikun, është fakti i të paturit fëmijët në shtëpi. Dhe kjo e kthen më sfiduese se sa kreativ do të bëhen prindrit për t'i bërë të veçlit e tyre të gëzuar. E ke parë për shembull, edhe Florenca ka këtë shqetësim e ne për ditë. Shqetësohet që ne dy fëmijët e saj të kemi me çfarë të merremi për ditë dhe ndaj na nis ditën me një gatim shumë të mirë. Kështu funksionon në studion tonë. Edhe për ty. Por në familje shqiptare bëni kështu, çojni tek hallat, daja, çokoladare tek gjyshët. Nuk t'i mban më njeri. Po do bëjnë si do bëjnë, gjyshët t'i mban. Është forma më shëmtuar dhe më e keqe për të larguar nga përgjegjësitë. Mos harroni që fëmijët janë krijesa që ju i sollët në jetë. Është përgjësi e madhe të kesh fëmijë. Dim që kjo periudha, pavarësisht angazhimeve profesionale, dhe fëmijët në shkollë duket sikur e bëjnë ditën një përjetësi me shumë detyrime, angazhime etj, por mbaron shpejt. Më besoni, mbaron shpejt, pastaj gjithçka i rikthehet rutinës. E rëndësishme është ju të kaloni kohë cilësore me njëri tjetrin dhe të pushoni. Nisim kështu së bashku këtë 26 qershor, që nuk e di çfarë simbolizon, por mendoj që do jetë një ditë fantastike. Fundin e muajit qershor. Ndër ditë e fundit të muajit qershor, jemi zyrtarisht në ver, por nuk e di, është çështje energjie dhe më duket sikur që në orët e para të ditës së sotme, pas lidhjes diellit, duket sikur kjo ditë është shumë premtuese. Bukur, i themi mirëmëngjes edhe të zonjës së shtëpisë, zonjës Florenca. Mirëmëngjes. E cila vjen dhe sot me ngjyrat e saj për të na thyer në mes. Ja ku jemi në mes. Mirëmëngjes të gjithëve. Sot më shumë se kur. Ju uroj një fundjavë të mrekullueshme sapo ne të mbarojmë. Faleminderit shumë, faleminderit. Sapo ne të mbarojmë, nuk e di, e ndjej që kjo e premte do të jetë një festë e madhe se gjithë do drejtohen drejt Bregdetit. E gjithë ekipi regji e di që po pret niset për diku, vetëm se duhet pres edhe pak fare. Kështu që mos u mërzisni. Presim korrikën dhe gushtin se siç e shikoni qershori akoma na ka lënë të bardhë. Kemi të bardhë të bora të tre. Ikim të këndyrin e gatimit, dhe sa më shpejt e nisim, më shpejt do mbarojmë. S'është e vërtet kjo. Çfarë do na bëj sot Florenca? Sot, jo, nuk janë pizza. Ja, nuk janë pizza. Wow, të gjithë produktet po më pëlqejnë. Atje është taf, pra. Taf. Me çfarë? Taf me patate, edhe me prosciutto pule di Mare, të tymosur, edhe me djath pice, edhe djath parmigiano. Është jone preferuar, Florenca. Është një tavë thjesht, nuk ka shumë përbërës, siç e shikoni, por ka dhe beshamela. Pra është një recet e një dite të premte. Po, një recet që ka Alma ta thotë kështu tip alla franceze. Alla franceze, ju keni parë, kishe në përbërje, në gjithçka që Florenca përgatit, po pati gjalp, ka shkuar në Francë, në Francën e sjellën në shtëpinë tuaj. Fantastike përgjigje për sepse si thon francezët Alma e bukur? Çfarë thon francezët? Gjalp dhe vetëm gjalp. Po, gjalp dhe vetëm gjalp, edhe çdo ushqim i mirë ka gjalp brenda. Edhe ne të dyja e kemi thënë që jemi vajza që nuk kursehemi në atë që gatuajmë dhe shijojmë sidomos. Po duhet të jetë gjalp i mirë, i garantuar që duhet të jetë gjalp i pastë. Atëherë për ta zgjidhur këtë problem zonja Florenca, për të bler burro të mirë, siç e thonë italianët, burro. Ne shkojmë ke Pro Natura. Dhe në momentin të ndjekim një insert që tregon se si bëhet pazari i kësaj shtëpie tek Pro Natura. Qëndrojmë me ne. Jemi tek Pro Natura. Dhe sot jemi fokusuar totalisht tek shëndeti. Tek këndi fruta perimeve dhe çfarë kemi pikasur ne si një produkt të cilin nuk e gjeni ku tjetër, është sheqeri i zi i ardhur nga Italia, Pellanera. Unë jam shkuar sa për ta provuar për të vërtetës. Është hera e parë që ndeshemi me këtë produkt. Unë po për vete. Ndër produktet e tjera shumë interesante që janë në këtë kënd të mirë organizuar të Pro Naturës tek Vaso Pasha. E janë të tregoj se çfarë zbuluam tjetër. Në një periudhë si kjo, njeriu ka nevojë të hidratohet, të ushqehet sigurisht shëndetshëm dhe të marrë të gjitha vlerat ushqyese që për hir të vërtetës ne i marrim nga fruta perime.
unë personalisht në këtë periudhë të tregoj një sekret, përpara se të shkoj në plazh, kudo ku mundem, marr një grup frutash me vete dhe ndërto marr bananet, mund të marr gjithashtu edhe çdo produkt tjetër që i përket sezonit. Tu kemi bananet bio si një i parë shumë i rëndësishëm i gjithë produkteve që janë këtu tek Pro Natura në Vaso Pasha, po edhe në çdo rrjet tjetër të Pro Natyrës për të parë edhe pieprin, për të zgjedhur ndoshta edhe kivit, portokallin. Nga më mirë se sa një lëng portokall. Çfarë tjetër do vendosim termos për në plazh? Mollot, e kuqe, jeshile, të verdha, kajsi, ananas, le ta bëjmë më egzotike pra. Sot jemi fokusuar vetëm tek fruta perimet dhe po do ndërtojmë kështu edhe një regjim të më të shëndetshëm ushqimor. Do i blej Florencës shumë fruta perime. Do blejmë edhe lajm sepse do bëjmë koktejle përpara se të shkojmë në plazh, mos harrojmë. Mos harrojmë që mund të bëjmë, do shtrydhim lëngje frutash, do e mbajmë gjithë studion dhe të ftuarit me të mira. Do bëjmë një lëng fantastik me panxharin, karrotën dhe selinon. Një nga lëngjet më të shëndetshme, ja ku kemi panxharin me 125 lekë kilogrami, kemi karrotat 149 lekë dhe selinon me 249 lekë kilogrami. Ajo që në fakt kemi vënë re dhe do t'ja themi edhe publikut është që kemi të bëjmë me produkte të cilat janë konkurruese. Çmimet janë shumë të mira, gjë që ne nuk ne limitojmë. Ikim te fisht. Gjeta fisht. Ka fiq. Fisht. Gati për konsum. Gati për konsum. Çfarë mori ti? Rrush. Kaloni ju themi që çdo produkt, çdo fruta, çdo perime vjen ekskluzivisht nga Italia për gjithë konsumatorët shqiptar në çdo pikë të Pro Natura e Mezi. Dhe mos harrojmë shumë të rëndësishmet për çdo tryezë familje në Shqipëri që janë pikërisht frutat e thata. Dhe mund të zgjedhim shijet më të mira të mundshme. Unë po shoh atë ananasin e tharë atje edhe është duke ma bërë me sy. Çfarë tjetër? Arrat janë një tjetër element shumë i rëndësishëm për të shkuar tek perimet që janë dashuria ime tjetër e madhe. Çfarë sallate do bësh për ne sot, Alma? Një sallat që do ta përgatisja unë me shumë qejf për ju të dy, ty dhe Florencën, do ishte një sallat me 3 specat. Specin e kuq, të verdhë dhe jeshil, trikolori. Sepse me një marinim të lehtë me lajm vaj ulliri dhe krip, ju do thoshit umami. Do ishte një shije shumë e mirë. Shiko, a di çfarë dua unë gjithashtu ndoshta në formë një ëmbëlsire, por është ëmbëlsire shëndetshme nëse quhet. Dua pjepër. Des për pjepër. Do të thënë, periudha ime e preferuar është pikërisht kjo periudhë ku ka qershi 1 dhe pjepër 2. Dhe këtë do sigurohem që ta marr që sot për vete në shtëpi, sepse i jep një super aromë shtëpi, se ki vëre sa pritet e ju shtëpia merr një aromë të mirë, po dhe pastaj për blerë ushqyese që pjepri ka dhe sa shumë vitaminë C. Një aromë fantastike. Kështu që gati për plazh, gati edhe për studio, na mbetet vetë të themi publikut që kur vizitoni një pikë të Pro Natyrës, të siguroheni që produkte italiane t'i gjeni edhe te këndi i fruta perimeve të freskëta çdo ditë, siç është dhe modhja. Unë dhe Suriani po zhytemi në pazar tani. Ikëm. Jemi në studio. Ku jemi në studio me njerë pas pazarit të bërë tek Pro Natura dhe është momenti i famshëm ku zonjat me lapse letër në shtëpi ndjekin atë që ne e quajmë si tabela e Mendelejevit. Çfarë duhet për të përgatitur këtë recetë frymëzuar nga Franca? Çfarë na duhet, Surian? Nuk e di, na duhet ndihma e regjisë, dhe pasi regjia të jap dorën e parë, ne jemi aty për ta transkriptuar dhe lexuar në mënyrën më të thjeshtë të mund, për leximin e qajit. Atëherë, për të përgatitur tavë patateje me prosciutto pule të tymosur Dimal, na duhen 500 gram patate, 250 gram prosciutto e tymosur Dimal, 100 gram gjalp, 150 gram djathë pice, 50 gram djathë parmigiano. Për të përgatitur beshamelin, na duhen 500 ml gjumësh, 40 gram miell, pak krip, 50 gram gjalp, arr moskat, piper i zi dhe piper i kuq. Bukur, gjithë përbërësit janë jashtëzakonisht të mirë kombinuar me njëri tjetri. Unë nuk e di, po sa herë që ne kemi kremin e gatimit, gjalp, patate dhe arr moskat, mund të bëjmë një mrekulli dhe këtë na ka mësuar vërtet kuzhina franceze, kështu që jam shumë e lumtur që Florenca ka përfshirë edhe produktin e prosciutën e pulës së tymosur, sepse tymosja e lehtë me drurin e aut, besoj do i shtoj gjithashtu një aromë shumë të mirë gjithë gatimit. Mezi po pres të shoh dhe të shijoj rezultatin sot. Është një nga recetat e mia të preferuara, vulën. Atëherë janë
të tre përbërësit kryesor që është patatja, që është djathi dhe prosciutta e pulës e tymosur, janë tre përbërës që shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Forma e gatimit është nga më të ndryshme. Patatet mund t'i grini në rende, patatet mund t'i kaloni përpara në zjere, patatet mund t'i grini hollë si që po i presun, do me thënë në punë duhet jetë fantazia juaj për të ndërtuar si recet kur keni përballë përbërësit. Atere, unë po i pres në formë rrethore, patatet jakëshu, se ishte patate shumë e mirë, më pëlqeu, nuk doja ta sillja në atë formën e grirës që grinë në rende, kështu që do t'i vendos patatet e bëra të pazjera në tavë, të shtruara, tavën të lutem sirian ma e pak, të shtruara në fund të saj. Do me thënë, patatet rjesht do t'i ta vendosim edhe këtë. Kështu, këtu. Dhe patatet do t'i jedhim pak vaj, të lutem, Alma. Pa tjetër. Po. Që të bëjmë dalin ato kordona? Po. Po për çfarë jeni këtu Florenca, për të ndihmuar njëri tjetrin, si tre muskotierët aventuresk që jemi të mesditës. E njomim tavën me vaj ulliri dhe vendosim. Pas kam mbaruar më duket. Jo, kemi tjetër të pahapur. Ja do ta nxjerr që të mbush mendjen. Gjithë lezetin e ka kjo prerja e hollë që Florenca ka bërë, piqet më mirë, produktin e merr shumë më mirë, kremin e gjithçka tjetër. Vetëm kujdes duartë kur prisni hollë, sepse janë ato thikat e mprehta edhe na duhen duart. Të vogla, por punën ne bëjnë të madhe. Po. Qa na duhen duart? Na duhen? Na duhen duart për të bërë punë. Pa duart s'bëjmë dot asgjë. Ashtu. Nuk lajmë dot as syt në mëngjes. As syt në mëngjes. Nuk hapim dot as syt. Po. Për ta çelur ditën. As televizorin për të parë me dritë. Po. Po atë kanë filluar ta bëjnë me zë tani Syrian, kështu që e kanë gjetur zgjidhjen ka gjëra të tjera. Kanë filluar të bëjnë dhe me kështu trak. Edhe ndizet. Ta shty vetëm pak, Florenca, se diçka po e bën pipik. Ç'po na bën pipik këtu? Është soba, Nuk e di. Kjo soba jonë si se bëri, se dëgjova. Bëri po kaloj tani. Kaloj, se dëgjova, nuk e kapa, më utoj Syriani. Kaloj. Ky djalë. Syriani nuk fola. Ka filluar ky nga ka për sistem Alexa këtu. Ja kështu. Patatet ishin shumë mira kuksi. Tavë që nuk me shumë kopër. Tani, kam filluar këto kohë, edhe kam filluar, do thosha kam filluar të mendoj, por kam filluar më shumë të bluaj që do ndodhi sezonin që vjen, se më shumë në fakt më shumë bluaj se sa mendoj, se për të menduar mendojmë çdo ditë, dhe unë jam optimiste për të kuptuar diçka që vitin që vjen, duke qenë se jam shumë kurioztare për hartën tonë. Për kë? Për hartën tonë të telefonuesve, do doja shumë që t'ju dëgjoni zëri në sezonin e ardhshëm, në këtë këndin e kuzhinës, do kisha shumë shef që në sezonin e ardhshëm ne të flisnim, t'i dëgjonim, na përshëndesnin, na tregonin ndonjë gjë për recetën që po bëjmë, çfarë po gatuajnë në shtëpinë e tyre. Ose ndonjë recetë që duan ato, na i thonë një ditë përpara. Po këtë na e thon përpara se nuk aty për aty ne nuk do ta ndryshojmë programin, po më shumë për t'u përshëndetur, nuk e kam më shumë për të folur me zonjën Florenca, për të folur me këtë djalin këtu. Se ky mezi pret ti përshëndet shkodranët e tij. Po, të gjithë Florenca pse jo është më e gjithanshme. Aman se për Syrianin sa kërkesa do kemi nga gocat, sa të duash do kemi. Po, absolutisht që po. Ky djalë dhe nga kanë sezonin e ardhshëm. Po. Ju lum goja dashka me gjithmonë. Po normal, mi Florenca, po ky kod ka bërë deri më tani. Jo për gjë, po viti tjetër do e 27. Viti tjetër e 27. Tiktak Për ora. 28. Jo, unë theme filloj më herët fare që në 6 mjesit. Po s'do na shoj njeri se janë gjithë Jo, mos hyrë në orarin e Florit edhe Brikeni, se ata ushton shumë ajo orar, mos e bëj atë. 27. Nuk e kuptova gabim. Më erdhi me vonesë. Ka vendosur si një motër e madhe, ka vendosur një afat kohor për të rregulluar e martuar. Jam optimiste, uroj mos mërzitet nëna jote nëse po na ndjek tani, e përshëndes me shumë dashuri. 40 mendoj, deri 40 ke kryer po. Jo, more djalë, pse do ta martojmë djalin në atë moshën? Jo, më Alma çfarë thua? Po jo, po e dua Florencën dasëm, do të martoj më herë. Jo, çfarë thua Morti? Jo, po do të martoj. E se më do mua se ka hallin edhe të peshqeshit, jo për gjë. Peshqeshit apo të shtëpisë. Gjitha bashkë, që më herë. Ti besoj, e ka kuptuar Syriani që nuk është pjesë e testamentit. Dgjoj, do ta lë me amanet. Që derisa të martohet Syriani, po isha gjallë, do
investoj vetë, ama do t'a lë me testament që edhe po ika, aty e ka zarfin. Sa po martojmë dhe unë për atë punë, po që për shmërsheshë, i këpus dhe unë një dasëm vitin që vjen. I bëj thirrje gjithë fisit tim. Që në qoftë se nuk shtrimi në të njëjtën shtryrje kohore deri për dasmën time, lini dhe ju testament. Po çfarë thua për Syrian, se ti dashuria e troket pa pyetur. Ashtu. Dhe njëjtë do trokasin edhe pesheshë për të. Bëjmë shaka. Bëjmë shaka. Dhe ku ta gjejmë dasmën, ku ta gjejmë. Humori është i domosdoshëm në këtë orë të ditës, praktikisht ne një Se të shkon dita mbarë. Pjesë e juaja, sa po ka nisur ditën dhe automatikisht ka nevojë ti ngacmojmë. T'ju ngacmojmë pak e ne këtë bëndë. Siç fjala zbut edhe gurin, edhe gjalpi, zbut shpirtin me çdo gatim. Kështu që jam shumë optimiste për gjithë sasinë që ka zgjedhur Florenca të vendosë. Gjalpit, si gjithë lezetin aty ka, gjithë lezetin. Shëndet, tani Syrian, Alma, si që shikoni, shtresa parë është e vendosur me patate. Mundoni të mbuloni ato boshlëqet, që të bëhet një shtres kompakte, dhe çfarë duat ju them tani? Tani prosciutën e pulës do ta presi Alma, do të më nxjerrë ato copa. Do ta vendosim të paprera, ashtu siç është në sipërfaqen e patatës. Para se të shtroj prosciutën, do të hedh djath parmigiano sipër patateve, i hodha dhe pak kripë, se nuk e di e thash apo jo. Pak krip, ja kështu, djathin parmigiano e kemi marrë ke Pro Natura, i ka të gjitha llojet e djathit parmigiano, i ka fantastike. Jo, nuk më prish punë. Okej, hapi me paketimin tjetër, se jemi bujar sot me sasinë e prosciutës di mal në recetë. Është pule, është shumë e mirë, unë ndjej aromën tani, më pëlqen kjo aroma jashtëmase. Është prosciuta e tostit tim të mëngjesit çdo ditë kjo. Ashtu, e dashuroj. Tu vendosim dhe një tjetër, se tjetra na duhet për shtresën tjetër. Okej? Vendosim tani dhe djathrat. E di çfarë po më shqetëson sot shumë. Sepse unë do i adresoj shqetësimet si fëmia i madh i kësaj. Dhe një qytetare, një vendi i cili aspiron Bashkimin Evropian, shqetësimet denoncohen. Çfarë ke sot? Unë. Më duke shumë më i qetë se zakonisht. Më i qetë se kolegu im, po. Ka kaluar mirë mbrëm, moj Alma. Çfarë ka? Po, edhe mbrëm si për natë. Bravo, kolegu im krenare për të. Në qoftë se nuk e mbani mend, Hymelioni t'ja rikujtoj, po s'ma mendja ta keni harruar, që unë kam gjithë javën që nuk jam në gjendjen më optimale shëndetësore. Është shumë e drejtë, shumë. Pyti, ndoshta ndonjë viroz, ndoshta ndonjë temperaturë. Ka patur temperaturë mbrëm, Florenca. Ku ishe ti të bëje hizmet? Ku ishe? Unë, isha shpitime. Shpitime, me tim shoq isha, për bukuri, a i shikon të sport, unë me celular. Po. E si po rrinë, si ishtë pozicionuar në aty në koltuk? Një në cep ati e një në cep andej. Ishtë të grindur? Jo. Lisni? Jo, më po kurinë për cepa i rahat fare. Si ishe Syrian dje? Si ishe dje? Shtrirë, ishe i fëmur. Njërën për cepa? Ishe vetëm shtrirë, me sytë nga qelli i sëmor. Sepse, si që ju thash, dhe njëherë kam probleme shëndetësore. Nuk e dhja e pat? E pam që hëngre ti. Po, shqyqyr që hëngri njerë kjo vajzë. Shqyqyr që hëngri. Ujosha nga aroma fantastike. Po, edhe unë vdes për këta aroma. Nuk e di si nuk pickoj ky, se ky është si bletët, si grenzat. Kush? Ti. Qa bëra unë? Është sëmur sot. Unë them, sot, më shumë se kur më parë. Si grenzat, po më gacmove. Apo si jeni... E di qa bë? A isha grenzë? Po. Pickon. Të thumboj. Më thumbon. Po mirë bënë se ramatizmën do me e qështë. Ajo është blet, a Florenca, ajo grenzë, apo? A është blet, a është grenzë, duhen edhe disa ditë deri në fund sezonit për ta kuptuar, gjithmonë nëse thumboj. Për mua po flet? Asnjëherë, për njerëz si përgjithësi. Mund të flas kish për ty. Unë jam prind si një koshereje të vogël, të shumë bletëve, që në fakt po lemin e mbledhin diku në Alpet e Shqipërisë, djalë punëtor, gjyra në gjyra, që bëj vetë mirë. Unë jam një blet.
E diti më ke ngjarë tani? A di ku do jem sot? Më ke ngjasuar ku do jesh sot? Ai emisioni që merr fragmente. Qartë. Por ky djalë, disi më ka ngjasuar sot, kam pasur një shok në klasë të 4 që quhej Mario, edhe përpara se të ngriheshin gjithë në mësim, ngrihej ai vetë edhe thoshte ishte gjithmonë shumë i përgatitur. Dhe ngrihej dhe recitonte. Edhe pse ne ishim duke bërë matematikë dhe ushtrime, Mario do dilte përpara klasës edhe do recitonte. Mario, të përshëndesim shumë pas ke qenë djalë me mend dhe shumë i talentuar. Kurioztaria jam gjithmonë sot, por që uroj shumë që të jetë mirë, se Syriani më riktheu tek ky kujtim. Mor Syrian. Jo, thjesht doja që ti të ishe pak fare më i gjallë. Po të ishe më i zhurmshëm. Më i zhurmshëm. Më i zhurmshëm. Po, ja, tani jemi mirë. Tani e kemi kardion e nevojshme. Shkencë dhe vari vetë rrugës, famera. Që ne, gradualisht, teksa Florenca po sigurohet, sepse si që shikoni është njëset që ka goxha punë, sepse thjesht patate duan kohën e tyre për të prerë. Por gjithë shpresësime që Florenca po bën, është shumë i rëndësishëm. Nuk da vë dhe hopë që të kemi atë efektin e jashtëzakonshëm në pjekje, në aromë, edhe në shijim në fund të ditës. Dhe duhet ju them anvisave që temperatura pjekjes së kësaj duhet të jetë mesatare, jo e lartë, se ndërkohë bëhet dhe beshameli këtu. Duhet patjetër. Ai është gjithë lezeti, do arë moskat apo e hodhe arë moskat? Jo, nuk e kam hedhur. Ja ta gjejmë ku e kemi në atë. Ja do marr pak telin. Një paketim. Do ta ul çiftë se do ta bëj në fund. E kemi, pas kemi gati. Po, më epse hedhun, më epse se hedhun. Shton dhe do t'i hedhim edhe disa copa gjalpi. Florenca, mund ta marrë edhe një prosciutto? E kanë bërë këtë rentëm, dalë do na dalin për të vendosur shtresën tjetër. Atë po te proj. Jo, Alma, e shumë në fund. Po te proj gjë, me shumë në si ta kemi dhuruar, mund ta konsumosh. I ngërë mëngjesi sot? Jo. Kam dalë shumë herët sot, si që edhe e dini, për gjithë arsye që ju i dini, edhe shpresova që ju do jeni më të mirë me mua sot, por s'po ndodh, okej? Unë do flas me Dimal, që tek prosciutto e pulës së ty mosur, sidomos nga gjithë produktet që kanë, të mendojnë edhe për një paketim për Almën. Periudhë angazhuar kjo, ke qenë maj, në fakt, deri tani që mi fund qershori që ke qenë shumë angazhuar. Po, kam qenë vërtet shumë angazhuar, shtëpia, por është shumë e rëndësishme të konsumosh mëngjes. Bëj mëngjesin një natë më përpara, Alma, dhe mund ta marrësh me vetë. Sot, për shkak të disa impenjimeve. Jam i sigurt. Jam detyruar mos ta mëngjes, por kryesisht ma ka thënë një koleg, të jem sinqert, gjithsesi për mos dal në përfundime, se më duhet ndihmoja dikën ndaj dola kaq herë sot. E qartë. Mendoj që vetes do t'i bëj shefi në fund të kësaj recete, duke konsumuar jo një, por 2 racione të kësaj recete franceze të sjell nga Madame Florenca. Qisë si të lutem, më je fjalën publikisht, sepse e di që e ke shkelur që nga maji deri tani që ti s'po ha mëngjes si sot ka ndodhur kjo se ditët e tjera ta thash mëngjesi im është prosciutto. Të lutem. E pule, ty mosur dimaj, djathë dhe një bukë integrale e mirë mos qaj. Po të përgjëroj, mos del nga shtëpia pa ngrënë mëngjesin. Ti dish kolegi mirë? Është klasifikuar vakti më i shëndetshëm i ditës, së duhet doza proteinike. Ti dish kolegi mirë? Kishe hallti Alma. Si me më. Alma kishe hallti? Kisha hallur. Që ishte pa xhiro kë? Ja, unë ndes xhiroja. Ai tjetë kolegi mirë, shkon dhe ma merr tani me një dyqan një paket, një dimal. Një pako me prosciutto pule të mosur. Ti je i kolegi mirë. Po ti je i kolegi mirë. Se këtu nga Vision Plus ke 1001 markete rrotull. Jam kolegi mirë, nuk jam kolegi çmendur. Dhe do të transmetive dhe shkoj se Alma do prosciutto. Dua prosciutto pule të mosur dimal. E dua ta kemi frigorifer Alma ka. Sa të duash Alma, sa të duash ti vetëm zgjidh. Po flasim për një nga bashkëtarët tanë dimal. Si mendon që mungon ky produkt në frigoriferin ton që në fakt duhet blej një tjetër më të madh. Duhet shkosh të market. Florenca, mos do të hape edhe këtë paketimin për recetën? Hape, Alma. Do them jo unë ty? Bugor. Le të nis festa pra. Bugor. Unë mendoj që duhet edhe ti që rasësh çunat. Shojmë recetën e Florencës çunat tani. E një gjë është e sigurt, me ty jo. Unë kam ngrënë mëngjes. Opa, prandaj dhe unë e di koleg që ti ke ngrënë mëngjes dhe nuk do të hash prosciutto tani. Shit çfarë mrekullie. Florenca po vijon me shtrецëzimin e patateve të prera, duke shtuar djathë, duke shtuar krip, duke shtuar gradualisht edhe prosciutton që ka mbetur dhe atë që shtuam. Do jetë një recetë shumë e pasur në prosciutto. Në proteinë. Patjetër.
Syriani, si pori Syriani duket parë ty është shumë e është duke dhe çuditshme. imituar tani. Jo Regjia, të lutem, një plan të Almas, Alma po ha, të lutem. Dhe unë me soundin e Syrianit, me zërin që po bën Syriani, ja. Të bëft mirë, Alma, edhe kur haje e bukur, lëre. Edhe kur hani e bukur. Edhe shumë shpesh që më ka parë zoti me këtë program. Është me fat, po je peshore moj vajzë. Edhe me këta njerëz. Jo vetëm ty, po dhe mua. Sigurisht. Nuk e di ky Syriani. Sigurisht që po. Sigurisht që ka parë zoti të dyjave. Që të kemi ty, a? E the ti, se thash? Pra. Po kishe qef ka përsërisje. Ka tu brenda, po mirë, s'ka rëndësi sot. Ja, me qënë se Alma na solli plot, unë e mbusha. Pa kursim fare. Jepi Alma. Merë edhe një tjetër, se ka. Po sigurisht. Jo, te prua, nuk duen ma Sigurisht ato. unë kam në plan edhe një të fundit. Edhe një të fundit, shumë mirë. Florenca di shumë mirë dhe publiku besoj që unë nuk para konsumoj. Po kur ndodh. Po kur ndodh. Jam pak njëri nepsesh, kështu kam që gjithmonë. Mund mos hasasi, por po pata neps për diçka, mundohem të shkoj dhe ta blej, kur kolegët e mi nuk shkojnë ta bëjnë për mua këtë gjë. Që faleminderit i malë që frigoriferin e kemi të pasur në produkte. Këtë momentit sublim. Po për ta koma, prit edhe pak. Alma të bëf... Qa bon ore syri? Më falë, Frojt. Të utoj Alma fare? Jo, po ky si kur s'ka ngrën do njerë, ky çdo ditë ka ngrën. E di. Një herë që ngreti u bën nami. Nga gjë që më huton për para ushqimit. Tani do bëj shtresën e fundit vetëm me patate. Të lutë, me zi po presi. Vetëm me patate. Ja kështu. O Syrian, do rishurt. Unë? Po. Po, o rriu për herë. Ja, më shtif. Ja. Syrian, kur ke qenë shkollë, ke ngrënë ndonjëherë patate gjalla aty pi temperaturë aty? Jo, kam qenë zënës ekselent. Ke qenë zënës... Pse mi ekselentët? Po haje? Kështu, të fshihem, prit. Pse ekselentët nuk bënin kështu gjëra she, se na çuditet ti. Ua, jam i sigur sonte, ta jemi Kur do vjej fundi sezonit të bëjmë pak detox nga njëri tjetri. Po, në fakt mendojmë që e kemi të nevojshme, sepse jemi njohur si tepër. Kemi nevojë të bëjmë një pauzë për të rinjohur edhe një herë. E kam për atë. Po si jemi njohur si tepër. Jemi njohur si tepër, e thot zakonisht, nuk e ka për keq. Shiko. Këti do jetë në i model i ri, po këtë shprehjen e përdornim... Ka edhe pak kërcënim brenda Florenca, për ka lezetshëm. Po pra. është çështje interpretimi, totalisht është interpretimi. Atëherë, mirë Florenca, bëjmë edhe shtrezimin e fundit. Dhe unë do merrem me beshamelin, se dua ata, nga që nuk i kushtova shumë vëmendje, do pak punë tani që ta bëj ashtu siç dua unë. Jeti rrjedhshëm dhe kremos. Kjo recet, ditë ju them, që do t'jetë e jashtëzakonshme. Fenomenale. Unë do t'i rikthem se biseta shumë herë, jo për të dëgjuar mënyrën se si Syriani më imitonte mua kur haja, po për të parë stresëzimin hapa sapi dhe për të kuptuar për të lutem se ka nevojë ka disa në familje në familje kur vllai vogël Ti dal me shokët bro duket. Birra. Birra. Un pi veç ujë të gazuar. Ujë me gaz i pa gaz, ha? Tani kur vllai vogël fillon edhe bëhet pak delulu, duhet vish afër dhe ti tregosh potencialin që ka mami nëse aktivizon fuqinë e saj. Dhe duke qenë se mami është e zënë, ti e bën vetë të detyrë. Kush është vllai vogël këtu? Kush është vllai vogël? Okej. E di ti çfarë bëte i me më... Çfarë bënde kur ti filloje bëje kështu? Kur mbytesha nga ndonjë gjë që më kishte dhënë për të ngrënë, ndodhi prit. Një sekond. Ç'të bënde? E përshëndesim. Mamin e Syrianit është mirë, ka ditë të tjera që ka qenë më keq. Ka ditë tjera që ka qenë më keq. Tani Florenca, vim bazë. Po, ja të ndesë, se e kisha mbyllur,
Ska gjë. Po, e kishë mbyllur vërtet? Po, e kisha mbyllur se... Çfarë ke hedhur ti te beshameli yt në një sekret? Hajt në zbulo. Te beshameli kam hedhur miell, gjalp, krip edhe ar moskat. Kaq, asgjë tjetër. Nëse doni, mund të shtoni dhe 2 të verdha veze ose 1 të verdh veze. Ka plot që e bëjnë këtë. Mund ta shmangim, mendoj, si thua ti? Po jo, edhe po t'ja shtojmë se është në një recetë. Nuk të pëlqen me vezë. Nuk të pëlqen, nuk të pëlqen syriane. Nuk e kam shef. Okej. Preferoj kështu këtë shihet pastër të gjithë përbërësve që ti ke zgjedhur, që ta përshafojnë pataten, ta gatuajnë mirë, ta zbusin, dhe kemi një tavë fantastike në fund. Tani, beshamelin do t'ja hedhim sipër, kështu që nuk ka në një fund, po. Po shikoni sa mirë bëre që hapa një paketim tjetër të prosciutës. Po, bëre shumë mirë dhe ato të treja të presin Alma, sa të mbaroj dhe të ketë reklam Alma i kullufiti. Po. Se Alma ka filluar. A i gjalpi aty të duhet më? Jo. Nuk të duhet më? Jo. Për me sa grad furrën e gradojmë sa? Në 180 grad, jo më tepër që të piqet avash, sepse patatet janë të pagatuara. Nëse patatet do t'ishin të gatuara, juve mund të arrisni temperaturën 200-220 grad. Pra avasho, jo shpejto. Do të vras. Avash, shpejto, vetëm shpejto mos ta ndryshoj Florenca, se na pëlqen shumë, si vullet. Të beshamelin shoh që do doj ta kulloj pak në rende, se më ngjiti pak poshtë. Më ngjiti. Kështu që më duhet ta kulloj që të jeti pastër kur ta hedh aty. Besoj zonja që janë ndjekin e din si funksionon kullosh beshamelin, apo? Po, patjetër, do ta hedh në... Po që ne të shkojmë te horoskopi ditor. Patjetër. Kuptojmë se çfarë kanë parashikuar yjet e ku janë pozicionuar këtë të fundit në raport me 12 shenjat e zodiakut. Duam, e sidomos Vera, është një stinj që duket sikur na jep, na karikon me energji të mirë dhe ne duam që këtë energji ta mbajmë. Urojmë shumë që sot planetët dhe yjet të jenë në favorin ton. Por, këtë nuk e themi ne, do na duhet të ndjekim horoskopin ditor. Dukshëm peshoret na që kanë shumë mirë me oreksin sot, sepse kjo kolegja ime nuk ka të Të bëft mirë, Alma, të bëft të mirë. Të bëft shëndet. Jo shëndet, i bëhet shëndet, jo shu. Jo, shëndet kuptimi parë. Është sigur që në këtë mosh mend nuk më bëhet. Ikim te horoskopi. Jemi të tre. Thash çfarë po bëj? Po merrte spatulën. Mora fikën, mora spatulën, mora veglat. U rrëzua dhe një herë një nga kullat binjake, thash. Edhe nuk desha të bëj. Çfarë thot ky Vinçet? Kaqo, e ka pagrove. Vijoj me një herë me sepse i vjen që ka sëbuar Alba, se unë spreka, pra daj dhe... Jo, nuk po flas fare të latë. Sa e mirë duket! Speciale. E mendon vrap, ndërkohë që ne publikut i themi se çfarë u desh për ta përgatitur, mos ja ulë vlerat gatimit ton. Shkojmë të tre së bashku, fluturim thit tek receta. Taf patatesh me prosciutto, pule të tymosur dimal. Na u deshën 500 gram patate, 250 gram prosciutto të tymosur dimal, 100 gram gjalp dhe gjalpi bëri mrekulli, 150 gram djath pice, 50 gram djath parmigiano, ndërsa për ndërtimin e beshamelit u deshën 500 ml qumësht, 40 gram miell, pak krip, 50 gram gjalp, atë moskat, piper i zi, piper i kuq. Pra nëse gjalpi përsëritet, ju duhet, nuk është mëkot aty. Emrin do t'ja vëmë Riselta, është vajza e një mikeshës time, më ka thënë 100 herë aman ma thua emrin atje. Me mik. Me mik. Ja, vetëm për kështu gjëra si përdor miqton. Shumë dashuri. Atëherë, e ku jeton Riselta? Tiranë. Ku në Tiranë? Tiranë tek rruga Fortuzit. Do rruga Fortuzit. E diti? Nuk e di? Ti ku është? Aty pranë rrugës Durrës. Aty. E di po. Po ka gjë që s'di ti, po ti je shejtan, more shejtan. Do ti të na digje qartë, po dhe pastaj ka shejtan. Je gati të ikim? Ai gati ti, sepse do përgatisim disa kremra, se si të mbrohemi gjatë punë të mbar. Nxihemi natyrisht, por gjithashtu dhe të mbrojmë lëkurën, po thjesht me produkte që gjithë ne kemi në shtëpi. Qëndroni me ne. Ikëm.